Fundjava artistike në Gjirokastër ka sjellë një tjetër atmosferë në pazar organizuar nga banda e forcave të armatosura. Performanca e tyre ka mbledhur turistë të ndryshëm, por dhe vendas të cilët kanë shprehur interesin për këtë veprimtari. Zyle Rexha, flautiste dhe këngëtare në Big Band e Orkestrës së Forcave të Armatosura, ka thënë se aktiviteti është mirëpritur nga të pranishmit, ndërsa duhen më shumë të tilla për të gjallëruar edhe në këtë kohë qytetin. Si pjesë e një eventi koncertor, ne jemi sot në pazarin e Gjirokastrës. Ky vit i ri, ky sezon i ri për Big Bandin sjell një repertor shumë të larmishëm dhe ne jemi Big Band i Orkestrës së Forcave të Armatosura, pra shkurt Big Band ose FA. Dhe sot ndodhemi në pazarin e Gjirokastrës me një super atmosferë, me kaq shumë njerëz dhe me një kohë kaq të bukur dhe po kalojmë një super ditë në qytetin e Gjirokastrës. Për disa orë u luajtën pjesë të ndryshme muzikore me flaut, kitare e të tjera vegla muzikore nga banda e orkestrës. Fundjavat artistike janë pjesë e agjendës së veprimtarive kulturore me qëllim gjallërimin e pazarit përgjatë kësaj kohe, duke sjellë më shumë vizitorë në qytetin e Gurtë.